Unë jam Martin Velia, jam nga Vlora dhe jam për 6 vitesh në Amerikë. Këtu gjeta suksesin, gjeta atë që për kaq vite kishte munguar në Shqipëri, më ishte refuzuar dhe tani jam për të bërë një thirrje. Jam sot krenari që jam në New York dhe kjo nisëm nuk dalet. Jemi të vendosur këtë betejë ta çojmë deri në fund, deri në largimin e atyre që me korrupsionin dhe abuzimin e tyre kanë shkaktuar dëme të mëdha vendit tonë. Ne shqiptarë që jetojmë këtu ashtu si e gjithë diaspora në mbar botën jemi pjesë e rëndësishme e ekzistencës, zhvillimit dhe së ardhmës së Shqipërisë. Zemra jonë rre vetëm për vendin tonë dhe nuk do rreshtim së ngrituri zërin për të. Sot dua t'ju bëj dhe një thirrje administratës publike në Shqipëri. Mos keni frikë. Bashkohuni me qytetarët në bulevard. Ju jeni halka më e rëndësishme e shtetit shqiptar. Ju keni përgjegjësinë dhe fuqinë të vendosni të ardhmen e fëmijëve tuaj në familjet tuaja dhe në çdo shqiptari. Askush nuk duhet të pranojë të jetë pjesë e padrejtisë. Ne nuk jemi mbledhur këtu vetëm për arsyeën që u bë shkëndija e kësaj proteste. Ne jemi këtu për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri ku qytetarët të mos vuajnë për spitale dinjitoze, për shkolla cilësore, për infrastrukturë moderne, për ujë të pishëm, për energji elektrike të sigurt, për ushqime të kontrolluara të sigurta. Ndryshimi nuk vjen brenda një dite. Çdo gjë kërkon kohën e saj dhe ne do dim të jemi të duruar e të vendosur. Besojmë se askush nuk është mbi ligjin dhe kushdo që ka abuzuar me besimin e qytetarëve duhet të përgjigjet para drejtësisë. Shqipëria meriton më shumë, Shqipëria meriton liri, Shqipëria meriton drejtësi dhe nuk do të ndalemi derisa ky vizion të bëhet realitet. Faleminderit nga New Yorku, faleminderit gjithë shqiptarëve që kanë marrë pjesë dhe Rama, Berisha duhet të ikin. Faleminderit.